Në sallën e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ish prokurori Arjan Doja është marrë në pyetje në seancën gjyqësore ndaj Plarën Dervishajt dhe Julian Meçes për atentatin tronditës të 1 nëntori 2019. Në dëshminë dhënë trupës gjykuese, Doja deklaroi se nuk kishte dieni për autorin që kishte porositur atentatin. Ai përshkroi me detaje lëvizjet që kishin paraprirë ngjarjen dhe se si kishte shpëtuar nga plumbat. Sipas tij, përveç atentatit dhe një situate tjetër të lidhur me detyrën, nuk kishte pasur asnjë problem personal. Ndër të vetme shqetësime të përmendura i renditi deklaratat publike të 2 politikanëve të asaj kohe. Sipas dëshmisë, në vitin 2019 ai banonte në Tiranë ndërsa punonte në Durrës. Gjatë gushtit atij viti kishte qëndruar në Shëngjin ndërsa pjesën tjetër të kohës në Tiranë. Familja kishte në përdorim një mjet tip Mercedes-Benz në emër të bashkëshortes. Në tetor të atij viti, drejtimin e këtij mjeti kishte marrë Andi Maloku, i cili kishte qenë i punësuar nga Doja dhe ndodhej ende në periudhën e provës. Ditën e ngjarjes ai ishte nisur nga shtëpia në orën 7 të mëngjesit dhe kishte mbërritur në zyrën e Durrës rreth orës 8. Në orën 12:30 pas një telefonate kishte lënë zyrën dhe ishte drejtuar në një restorant për të drekuar me disa persona. Midis tyre Plum Muharremi dhe Enver Shaba. Takimi kishte zgjatur rreth 3 orë. Pas drekës, siç dëshmon Doja, ai ishte nisur me të njëjtën makinë, me Maloku në timon, Doja në sëndilën e parë dhe Laon pas. Në dalje nga lokali ishin parë disa kalimtar të rastësishëm, por asnjë nuk kishte tërhequr vëmendjen në mënyrë të veçantë. Sapo makina kishte kaluar karburantin pranurës të Elanit dhe ishte futur në mbikalim, ishte qelluar marmzjarri. Plumbat fillimisht erdhën nga pas, dëshmon ai, të shtënat ishin të shpërndara dhe jo në breshëri, duke sugjeruar praninë e 2 armëve të ndryshme. Vetëm në sëndilën ku ndodhej ish prokurori ishin gjetur 13 preda. Sulmi zgjati rreth 10 sekonda. Pas të shtënave drejtuesi i mjetit humbi kontrollin, makina doli nga rruga dhe të 3 pasagjerët ishin të plagosur. Doja kishte humbur ndjenjat për shkak të një plagë dhe ishte transportuar më pas në spital. Maloku mori një plumb në shpinë dhe telefonoi te Atin përpara se të binte në gjendje të rënduar. Ish prokurori deklaroi se nuk kishte pasur konflikte personale me askënd dhe se asnjëherë nuk kishte patur ndonjë indicje se mund të ishte objekti i një atentati. Përballë trupës gjykuese ai theksoi se nuk njitet pandeurit përveç një rasti kur kishte parë fizikisht Plarën Dervishin, ndërsa për Julian Meçen kishte respekt për Atin, por nuk kishte asnjë lidhje tjetër. Ai e konsideroi atentatin të pashpjegueshëm dhe të pabazuar në asnjë konflikt personal. Sipas tij, edhe pse pas 6 vitesh nuk e kuptonte dot arsyeën e sulmit. Në seancë ndodhi dhe përballje mes tij dhe të pandeurit Plarën Dervishi. Ky i fundit ngriti pretendimin se ish prokurori kishte qenë i përfshirë në një atentat të mëparshëm ndaj tij 4 muaj para ngjarjes së Ndojës në autostradën Tiranë-Durrës. Dervishi i kërkoi sqarime duke akuzuar drejt për drejt për përfshirjen në atentatin ndaj tij. Ndoja mohoi çdo lidhje dhe deklaroi se ishte aty për të dëshmuar mbi ngjarjen që kishte ndodhur ndaj tij. Pas përballjes me Dervishin u zhvillua dhe ballafaqimi me Julian Meçen. Ndoja u pyet për një letër anonime që i kishte marrë pas ngjarjes e cila ishte lënë poshtë derës së banesës. Sipas deklarimit të tij, letra nuk përmbante asnjë të dhënë konkrete apo ndonjë informacion ligjor dhe nuk kishte dieni se kush e kishte dërguar. Mëtej gjatë zhvillimit të seancës pa kërkoi informacion mbi pozicionin e tij në vitin 2019 dhe përgjigjja e Ndojës ishte se në atë kohë ushtronte detyrën e prokurorit. Tani, përse u thirri ish prokurori, tashmë deputeti zgjedhur i Partisë Demokratike, në SPAK? Është një proces që ka të bëjë me një ngjarje të ndodhur vite më parë në mbikalimin e Shkozetit, ku u gjykohen disa personazhe që janë të lakuar edhe në ngjarje të tjera kriminale, por janë edhe pjesë të dosjeve të tjera kriminale, kanë akuzë ose janë persona nën hetim për ngjarje ku kanë marrë pjesë, kanë urdhëruar, kanë organizuar ose kanë siguruar prova e mjete materiale për të kryer ngjarje. Pavarësisht se prokuria e posaçme ka shumicën e emrave për cilët dyshon se janë autor të atentatit në mbikalimin e Shkozetit ndaj ish prokurorit Arjan Doja dhe Plum Muharremit, ku mbeti viktim një person i pafajshëm. Faktën nga sa analizuan të treguan hetimet, Andi Maloku, shoferi i prokurorit, nuk ka patur një zbardhje totale dhe përfundimtare. Disa të arrestuar janë për këtë çështje. Për të vënë pikat mbi këtë ngjarje, cili ishte shkaku. Sepse ajo është një ngjarje në gjykim. Edhe për personat që janë ndaluar, por është një ngjarje që nuk ka një motiv. Dhe nuk ka një motiv të qartë. Në këndvështrimin tim, drejtësia arrin të shkojë në fund një çështje të caktuar dhe ta ushtrojë kompetencën e saj në mënyrë përfundimtare, nëse jo vetëm identifikon provat dhe vë autorët përpara përgjegjësisë, por zbulon edhe motivin. Sepse çfarë ndodh në institucionet shqiptare dhe vendimarrëse sa i takon kuadrit të drejtësisë.
që një drejtësi të jetë efikase, do të jetë edhe drejtësi që jep shembull. Jemi mësuar në zhargonin e përditshëm të shohim një drejtësi të ashpër në disa raste që godet, që dënon, madje jep edhe dënime për jetë, por nuk shohim përmes drejtësisë të jepet shembulli. Edhe të jepet shembulli për t'u drejtuar edhe opinionit publik se kjo ngjarje ka këto njerëz protagonist dhe rrethana që i dërguan këto njerëz drejt kësaj populacie janë këto. Dhe që të funksionojë edhe zinxhiri tjetër shtetëror dhe shoqëror, një shoqëri të lirë, demokratike, që të ketë mundësi jo vetëm të përballet me kronikat e zezë që raportojnë se kush vrau kë, por edhe ndërsia ndoshta nuk e ka të detyrueshme, por e ka obliguese, tjetër dhe edukuese. E qartë, patjetër. Të funksionojë një sër zinxhirësh tjerë drejtësisë. Ishte një proces interesant, shumë interesant. Vendoste si rrallë herë, ndoshta kjo edhe për shkak të kërkesave të palëve në gjykim, sepse nuk ishte domosdoshme në një proces normal që Arjan Doja të thirrej në gjykatë dhe dëshmonte, por më tepër të përballej me njerëzit që ka dyshime që kanë dashur ta vrasin. Për mua ky vjen edhe një moment delikat, dhe një moment ku jepen edhe mesazhe, pavarësisht se nuk dua ta besoj. Çfarë mesazhesh? Pasi konfirmohet mandati i tij deputetit, një mandat i diskutuar, pavarësisht se nuk kam parë prova në tavolinë që ta përfshin emrin e tij në ndonjë çështje konkrete, por të mos u kthyer pastaj që të mos zgjerohemi ndoshta në analizë tek procesi i vettingut që unë kam pikë pyetjet e mia dhe kam ndjekur atë proces për mënyrën se si u shkarkua. Vjen një moment delikat dhe vendimtar të karrierës së tij tashmë jo në petkun e njeriu që vendos drejtësi ose heton krimin që kërkon drejtësi, domethënë, që kërkon drejtësi. Që në petkun e një ligjvënësi të zgjedhur dhe pikërisht pas këtij momenti ai vendoset përballë personave me rekorde kriminale dhe të mezigjetshëm nga drejtësia. Ti andi e i vetëdijshëm, duke qenë se ndjek aktualitetin dhe ngjarjet që kanë bërë me drejtësi dhe krimin e organizuar, se sa e vështirë ishte të sillje personazhe të botës krimit që strahoheshin në Dubai. Në qartë. Edhe kjo nuk është një fjalë goje, ata kanë kapital të jashtëzakonshëm ekonomik financiar për të asiguruar një stil jetese të atill. Dhe nuk po flasim për njerëz zakonshëm, pra vendos një deputet kuvendit të Shqipërisë përballë këtyre personazheve. Përballë këtyre personazheve, dhe ky është një lajm i keq. Dhe po thuhet domethënë rasti konkret është që Plarinder Visha akuzohet si organizatori, në këtë rast, që ka ngritur spaku akuzën përballë ish prokurorit Ndoja. Plarinder Visha është një sër personazh, janë antar të familjes Raja që janë përmendur dhe lakuar ndaj cilëve për disa ngjarje që kanë këtë trekëndshën në fund. Ka të arrestuar nga Rajat për këtë çështje. Dhe që janë të lakuar, jo vetëm të lakuar, dyshuar edhe të akuzuar nga drejtësia. Dhe nuk duhet të distancohem kaq shpejt nga ajo çfarë nisa të arsyetoj, që nuk e bën të ndjesh keq edhe si qytetari i këtij vendi që ish prokuror hidhen dhe ngrin pikpyetje të tilla ndaj tij. Saq më bën si qytetar, por edhe si ndjekës i çështjeve të drejtësisë, të ndjem keq fakti që vjen kjo situatë pikërisht në këtë moment dhe për të dhënë ndoshta mesazhe, nuk dua ta besoj. Pra po thuaj që shiko, domethënë kjo s'do ta besoj, domethënë a mund të edhe në dyshimin që SPAK ka bërë një lëvizje të tillë për të gjykata, më saktë gjykata, po dhe palët për të goditur figurën e ish prokurorit tashmë deputet zgjedhur. Shikoni, gjykata mund të ketë qenë e detyruar për ta thirrur si dëshmitar. Por janë njerëz që investohen që të ndodhë kjo, sepse çfarë ndodh? E nisa në kryeterës që jo domosdoshmërisht në procese të zakonshme biles tentohet të shmanget që viktima të vendoset përballë agresorit. Pra në procese të zakonshme gjyqësore, viktima e një sulmi të caktuar, pavarësisht rrethanave të cilat kanë ndodhur, që thash kanë mbetur me drejtësie, preferohet nga gjyqësori, nga përfaqësuesit e akuzës, që të shmanget një përballje e tillë. Kush ishte që kërkoi dëshminë e Arjan Dojës? Pse nuk mund të jetë e vlefshme dëshmia e Arjan Dojës që ka dhënë përpara grupit hetues
sa herë i është kërkuar për të pyetur për ngjarjen. Pse të duaj çfarë gjykat? Kush i interesuar? Unë nuk dua ta besoj dhe nuk më vjen mirë nëse ka ndodhur që këtë ka bërë Spaku dhe GKK-ja. Dhe do doja të ishte versioni që aty është thirrur nga palët në proces që e kanë obligim ligjor dhe drejtësia është e detyruar të vendosën lëvizje sepse kërkohet nga një palë që është pjesë e procesit dhe është e detyruar zbatoj kërkesën e tyre. Në thelb, koha kur ndodh kjo, se ka 2 vite proces. Që vazhdon. Po ka 5 vite që ka ndodhur. Karen Dervisha e pranon akuzën që ka ngritur Spaka? Jo, nuk e ka pranuar, ëh? Asnjë prej atyre nuk. Asnjë prej atyre. Jo. Është nga rastet që s'ka as bashkëpunëtor drejtësie, janë disa biseda që kanë ndihmuar mes anëtarëve të grupit kriminal, janë të dhëna që janë përftuar nga mbledhja e provave që kanë krijuar bindjen e organit hetues që këta janë personat e akuzuar për këtë ngjarje, por asnjëri prej tyre nuk. Do thënë unë me çfarë arrit të kuptoj kur bëjmë një analizë së bashku këtu Fation që këtu janë provat që janë mbledhur, disa të arrestuar i kemi për këtë çështje, ndërkohë që kemi edhe Planin Dervishin së bashku me Julian Meçin që janë tashmë ngritur akuza që këta janë organizatorët e kësaj ngjarje, por referuar provave të mbledhura, dikush në rastin konkret nuk e ka pranuar që të jenë këta, le themi, organizatorët e ngjarjes, ndërkohë nga ana tjetër vetë ish prokurori Ndoja thotë që nuk ka djeni sepse nuk ka pasur konflikte, duke si një çështje e cila do rezistoj gjatë pra pa u zbardhur. Ajo është zbardhur, domethënë autoriteti i drejtësisë është vënë në vend statistikisht dhe sipas parashikimit ligjor, sepse ka disa autorë që janë në gjykim dhe duhet ta aprovojnë natyrisht Spaku në gjykatë që këta janë fajtorët dhe janë autorët. Dhe gjykata që ta miratoi që në formë të prova janë të vlefshme, po dhe këta janë organizatorët. Por pikpyetjet e mia kanë të bëjnë me motivin. Cili është motivi? Të gjithë flasin për pronat, po pronat kush, ndaj kujt, kur ishte interesuar, si lindi ky konflikt. Ore si u ndodhen këta 2 palë njerëz, në njëri krah agresorët dhe nga ana tjetër viktimat, përballë kësaj situate. Ku nisi? Ku janë interesat pra? Ku janë interesat? Flitet për një dosje që u gjet në makinarja Ndojës, ai thotë që nuk është e imja, madje përmend edhe personin që thotë me profesion avokat mos gaboj, që kishte shqyrtim një rast të tillë dhe kishte lënë te makina e tij. Është për të ndalur tek një element që Arjan Ndoja thotë në gjykatë. Përderisa i kemi hapur letrat dhe kemi vendosur ta ekspozojmë Arjan Ndojën në dyert e gjykatës dhe drejtësisë, pavarësisht se në këtë rast është viktima, por mënyra e ekspozimit dhe dëmi që mendoj unë po i bëhet, që uroj edhe përsëris mos jetë një dëm që është i mirë menduar, me dyshimet dhe me logjikën e thjeshtë, po them që përderisa ka rënë pre e sulmit, cili është motivi dhe a ka një motiv për të treguar për këtë? Arjan Ndoja thotë nuk kam, por përderisa drejtësia ka vendosur t'i jap letrat, do t'i ekspozojë gjithë personazhet, pse nuk bën edhe gjë tjetër? Që është? Të thras Erion Braçën dhe Edi Ramën në sallën e gjyqit. Po, këta janë domethënë me çmbaj mendun sepse unë vetë kam raportuar për atentatin ndaj Arjan Ndojës. Ndoshta nuk e keni parë në titull televiziv, se shumica e mediave nuk e kanë ishin shumë të interesuar të thonin që Arjan Ndoja i tha Plarenti Arjanit që të kërcënoj unë ty të bëj të kthej. I kemi parë këtë titull, por nuk kam parë shumë nëpër media për të zbardhur një kërkesë dhe një pretendim të Arjan Ndojës. Ai thonë s'kam konflikte me asnjërin. I është përmendur emri, tha, domethënë nga dy politikanë. Prej të akuzuarve i thotë çfarë kanë bërë. Ma thuaj këtu, cili është. Po. Por në vend pse nuk ndodh që të trajtohet gjërësisht dhe në opinion publik, që ta dinë që Ndoja ka kërkuar aty ngritur edhe një pikpyetje, ka thonë që i vetmi person që kanë patur një debat publik deri edhe në kërcënim, i mbani mend bisedat dhe polemikat e famshme, ka qenë kryeministri dhe ish zëvendës kryeministri në atë kohë, Erion Braçë. Po, nga kuvendi, nga fortoria e kuvendit. Kujtohet rasti. Të bëj një pyetje, më tepër kam kuriozitet. A kishte diferencë një ish prokuror kur shkoni thirrur si një dëshmitar në këtë? Dëshmitar. A bën diferencë kur flet dikush që e njeh çështjen në raport me gjithë tjerët, në raport kur është një
profesionist përballë një profesionisti të njëjtës fushë? A bën diferencë? Shiko, do ta sqarojmë këtë pozicion që edhe njerëzit që duke ndjekur titull bombastik mund të kenë krijuar bindjen që sepse e lexova dje në disa media që Arjan Doja mbërrin në SPAK, Arjan Doja jep sqarime në SPAK, ose Arjan Doja jep sqarime në gjykatë, duke sikur Arjan Doja ishte në cilësinë e personit dyshuar. Ai ishte dëshmitar viktimë e sulmit. Prandaj do të ta theksojmë. Ta theksojmë se çfarë pozicioni ka pasur, roli i tij. Ai ishte si një qytetar që mund të kishte qenë kushdo dhe është thirrur për të thënë sqarimet e tij dhe versionin e tij për ngjarjen. Çfarë përjetoi dhe çfarë pa? Ai ka thënë sipas mënyrës së tij, unë duke qenë se mbuloj për disa kohësh çështjet e drejtësisë dhe sistemin e drejtësisë. Për shumë kohësh, Fation. Arjan Doja është person që i ka dalë vetë për zot punës tij dhe çështjeve që kanë të bëjnë me të. Në këtë mbështimin profesional kam lexuar një sër çështjesh mbi të cilat janë dhënë vendime më pas gjykatash që janë përfaqësuar prej tij dhe ka qenë përfaqësuesi i shtetit, pra i prokurorisë i akuzës, përfaqësuesi i organit të akuzës. Në gjyq dhe kanë qenë një mori vendimësh që disa prej të cilëve i kam lexuar dhe për të përgjigjur pyetjes tënde, sa dyshon raporti është një nga ish prokurorët, po them tash, më të përgatitur nga ana profesionale. Është përgatitur, ëh? Është një nga prokurorët më të përgatitur sipas këndvështrimit tim. E qartë. Unë kam ndjekur edhe procesin e vetingut dhe ishte një njerëz që ndoshta e dinte se çfarë ishte përcaktuar për të dhe më mbaj mend në atë proces që ftohtësia dhe mënyra se si përballej me pyetjet qoftë të bashkëpunuesve ndërkombëtar ishte shumë naturaliste, nuk ishte e sforcuar dhe vetëm mbi procedurë, por ishte me logjik thua. Kishte një logjik që të bënte përshtypje. Pra, edhe në këtë kontekst edhe ditën e djeshme se doja ta lidhja me vetë karakterin, jo vetëm profesional, por edhe nga ana njerëzore, edhe ditën e djeshme ka patur një qëndrim shumë në kuptimin profesional dhe tregonte atë çfarë ishte, çfarë përfaqësonte. Unë mendoj që edhe vetë, sepse gjithë ligjërata ime në këtë pjesë duket sikur jam duke folur për një prokuror të shkarkuar nga vettingu, i lidhur me bandat kriminale dhe që po bëj avokatin e djallit. Edhe Arjan Doja duhet t'i jap përgjigjet e tij nëse kanë mbetur përgjigje që si ka thënë për drejtësinë, kudo që emri i tij përfshihet apo është lakuar, natyrisht barra e përgjegjësisë për këtë është shtuar edhe me zgjedhjen e tij si një nga deputetët më të votuar që ka patur mbështetje elektorale në qarkun e Durrësit. Dhe natyrisht që duhet është në përgjegjësinë e tij morale përpara se të jetë edhe profesionale, ligjore për ta bërë një gjë të tillë dhe për t'i sqaruar një herë mirë pozicionet. Por në këndvështrimin tim, Arjan Doja sot, unë si një gazetar që ndjek çështjet e drejtësisë, është i përngjashëm si cili do qytetar që i ka rënë të përballet me drejtësinë si viktime një sulmi kriminal që ka ndodhur mbi kalimin e Shkozetit, që ka shkuar një jetë një të riu të pafajshëm Andi Malokut dhe që ka ardhur të jap versionin e tij mbi ngjarjen. Sigurisht, thashë domethënë çfarë kam lexuar dje tek mënyra se si i është përgjigjur pyetjeve të palëve, unë kam parë që ai ishte edhe i interesuar për ditur se kush janë dhe pse e bën. Sepse ti drejtohesh atij që ti e ke në kafazin për qelçi dhe që akuzohet se ky të ka qelluar ose ky e ka organizuar rastin tonë dhe thotë po përse? Unë nuk mendoj që duke ditur që ka media aty dhe gjithçka do të ekspozohej pastaj në media. Qartë. Pra, është një ngjarje që anti që ta përmbledhim është për drejtësinë është zbardhur. Ka siguruar sa ka gjetur kush janë ekzekutorët dhe kush janë porosici në këtë rast. Por kjo është një ngjarje që të jep mundësinë për të reflektuar dhe për të thënë një herë mirë se si zbardhet një ngjarje dhe si dilet në përfundim një ngjarje, sepse nuk janë personazhe të zakonshëm, po flasim për njerëz që kanë drejtuar për dekada një qytet të tërë, por të mos thonë më gjerë se kaq. Në të gjitha aspektet
kanë ndërtuar sulme të koordinuara për të eliminuar njerëz që u dilin kundër. Kanë ndërtuar aktivitet kriminal të trafikut ndërkombëtar të drogës. Kanë treguar që dinë të përcaktojnë fate zgjedhore. Kanë treguar që dinë vendosin vijën e kuqe për cilin do që është kundër tyre dhe të vendosin hartën e tyre territoriale dhe ekstraterritoriale, se ku dhe si dhe kur kalon lënda narkotike. Pra, edhe po flasim për qytetin e Durrësit. Isha i thirrur nga skapi për çështjen e denoncimeve që kemi bërë në fushat elektorale. Dhe task forca për të hetuar krimin elektoral na rezulton që vdiq pa u ngritur akoma. Deri tani krimi elektoral që na u premtua se në janar të 2025-s do të fillonte ndëshkimi ndaj tij, sot është duke i bërë kashillik edhe godinës së skapit. Është sot krimi elektoral i institucionalizuar më shumë se kurrë dhe sot krimi elektoral është ai që ka vendosur fatin e votës së shqiptarëve. Tion deklaroi që raportoi për krime zgjedhore, apo ky është ajo çfarë deklaroi dhe ende nuk dihet, Unë nuk besoj që një personazh madje me staturën e një sekretari përgjithshëm të partisë më të madhe opozitare, por cili do që t'ishte të paraqitet në SPAK edhe kur dilte të thoshte se isha për diçka tjetër. Dhe do merrej vesh nëse do ishte për diçka tjetër. Po një ditë merret vesh. Dhe unë nuk preferoj t'i futem kësaj fushë. Janë ngritur pretendime të tilla për personazhe të tjerë. Po e them njërin prej tyre që ka qenë së fundmi Tom Doshi, që deklaroi se kam qenë për votat në Rogozhin dhe janë ngritur aludime. Unë prirëm t'i besoj fjalës së një zotërie apo zonjë që vjen aty dhe thotë isha për këtë çështje dhe dhash sqarime për këtë çështje. Në qoftë se nuk ka qenë për atë çështje, po flas nga ana njerëzore që, pastaj do të flas edhe për anën profesionale. Në qoftë se një zotëri apo një zonjë del edhe thotë kam qenë për këtë çështje dhe në fakt ka qenë për një rast tjetër që mund të jetë më i dëmshëm për interesat e tij për ta ekspozuar në publik për momentin, një ditë ai do të vendoset para këtij fakti dhe para asaj çfarë ka thënë dhe do të gjykohet. E qartë. Nga ana profesionale pastaj, po mund t'i ngresh dyshimet, mund t'i drejtosh burimeve, kontakteve që brenda strukturës, por edhe personave të afërt me zotin Noka, të krijosh bindjen profesionale dhe përmes burimeve të besueshme e të pak kontestueshme që është për diçka tjetër dhe dalësh dhe ta deklarosh që gënjeu, e thënë thjesht. Në analizë pas gjithë kësaj panorame, unë mendoj që zoti Noka më vjen mirë që ka vajt atje, sepse çfarë ndodh? Lajmi i mirë është që s'pak pas ka regjistruar një procedim penal mbi kallëzim ku ka qenë pale interesuar Partia Demokratike dhe ky përfaqëson Partia Demokratike se është numri 2 PD-s. Pas ka një hetim që përderisa thret sekretarin e përgjithshëm të partisë më të madhe opozitare do thotë që çështja është serioze. E qartë. Edhe inshallah të ketë diçka serioze. Ky është tani së pari. Ka diçka serioze? Lajmi i mirë. Së dyti, ka një lajm të keq pas lajmit të mirë që është që do doja të shifja subjektet që kallëzohen, qoftë është edhe Noka personi i kallëzuar, tash ja Nokën si person që hetohet ose person që kryen veprime hetimore ndaj tij ose ka dënim i një ngjarje. Doja të shija para personin se sa kallëzuesin. Sepse me kallëzuesin mund të kesh letërkombim, ai zotëria që ka bërë kallëzim atje ka shënuar një numër telefoni, një adresë email, një adresë zyre, se nuk mund të pranoj pak kallëzim pa këto adresë. Edhe ti thua shikon më duhet edhe kjo gjë, ma sill pak, pse duhet të bësh show mediatik në dyert e SPAK, duke thirrur njerëz që bëjnë kallëzime. Ka ndodhur shpesh kjo dhe nuk po ngri kot si shqetësim. Nuk kishin thirrur Nesti Angonin. Po ku ta gjesh Nesti Angonin? Atëherë do thotë që në raste të caktuara edhe anonimat i pranojnë, por rasti i Nokës është që e ka thirrur për diçka di Noka në raport me krime zgjedhore. Është kallëzues. Është kallëzues pra, dhe diçka di prandaj po them.
Po, jo, nuk e di më kuptua, do doja që të shqipja... Ta shikoj njerëz si të njerëz që marrë... pretendohet se janë persona që kanë shkelur ligjin. Ndoshta nuk të ekspozojnë ata që janë të nuk ka shkelur. Ndoshta nuk është një nga ata i cili... Edhe noka paraqitja nokës ose e çdo nokë tjetër aty do përforconte këtë bindjen e mos shkeljes dhe të shkeljes. Ha debat kjo, Fatjon, domethënë na çon në një... Unë po them çfarë do doja unë. Jo, domethënë realisht kur shikon një individ aty do duhet ta shihë domethënë një personazh tillë që është ke pjesë e elitës politike, ta shihë dhe të marrë si nën e tim për një X çështje. Jo, nuk do doja ta shihja atje. Askënd. Nëse nuk ka faj. Pastaj do ishte spektakël me. Prandaj po them. Kështu që po dhe kjo, edhe kjo që i thras, Unë do doja që orë të vinë noka të marrin këtë duan atje, të marrin, ku di unë, të marrin me radhë, me Berishën, me Palokën, me gjithë në pozicionin e personave kallëzues. Unë po them se çfarë do doja unë. Me qartë. Çfarë do kënaqte dëshirat e mia për të parë një drejtësi funksionale. Do doja që përpara kallëzuesit, biles kallëzuesi mos të ekspozoj fare, sepse në një farë mënyrë, pavarësisht se nuk qëndron në termat e politikës, kallëzuesi është bashkëpunëtor i drejtësisë. Nuk do ta ekspozosh thua, është shkret logjike, domethënë merr personin që është kallëzuar. Merr personin që ka të kallëzuar. Por ndoshta përpara sa të shkojnë aty, marrin një konfirmim nga kallëzuesi, do duhet ta hetojnë apo mos do duhet ta hetojnë, krijojnë bindje. Tani mundet. Noka tha diçka interesante që struktura ose task forca hetimore kundër krimeve zgjedhore, e cila u krijuar në janar të këtij viti, 2025, kishte vdekur tha. Çfarë më thon? Unë kam një pyetje retorike. Në gjithë këto pretendime të mëdha të opozitës dhe të insistuara me forcë për krime zgjedhore, para zgjedhore, gjatë zgjedhore dhe pas zgjedhore. Dhe gjithë të pretendime për vjedhje votash, ndikim tek zgjedhësi, kërcënim, shantazhim, presion, intimidim. Kush janë emrat e këtyre 40 ca procedimeve penale të regjistruar, dhe kush janë ata që e kanë postuar për 11 maj deri tash? Atë vjen emri, prit pak. Të vjen emri atyre dy të PSD-s në Kukës së kush ishin që jepnin lek atje për të ndoshin kandidatët aty. Mua s'më vjen, të jemi sinqert, nuk e di se kush janë, si mbaj mend. Ata bënin fushat në mënyrë të palishme, thotë Spaku dhe drejtësia, për një subjekt politik. Ai subjekti politik ka drejtues. Që do thotë? Ka i drejtues, nuk e kam fjalën vetëm për kryetarin. Gjithë strukturën administrative dhe drejtuesit një subjekti politik. Si një subjekt politik i qëndësishëm, ke siguruar 3 mandate deputeti, ato 3 mandatet përcaktojnë në disa raste dhe historia e Shqipërisë ka treguar që përcaktojnë fatet të rëndësishme të vendit. Dhe pyetja retorike që kisha, ai mban mend ata të Fierit që u arrestuan fill pas atyre të Kukësit. Po ata të Librazhit, të Elbasanit. A mban mend ndonjë emër? Unë si mbaj. Unë emra nuk mbaj mend. Domethënë për të qenë sinqert. Asun, edhe po rikthem tek pyetja juaj. Jo se këta njerëz nëse kanë shkelur ligjin, identifikohen, arrestohen, edhe nuk duhet të gjykohen. Edhe nuk duhet t'ju komunikohet akuzë nëse provohet. Patjetër, sigur ku di unë, çfarë do që të jetë ai, nëse ka shkelur ligjin, të mbaj përgjegjësi para ligjit. Këta njerëz nga vinë, u marrin lekët. Kush i lëviz? Kush i orienton? Kush drejton? Kush i mbledh shtabet elektorale? A ka mundësi Andibora për një subjekt politik të dali dhe t'japi 50.000 lek apo deri në 300.000 lek? E anë nga Fieri thonë edhe nga 500 euro, tash s'du ta besojmë këtu. Atë të gjithë Spaku. Të dalë dikush, pra dali Andi të kërkoje vota dhe t'i thot X qytetari urdhëro 50.000 lek dhe kryetari një subjekti ose stafi drejtues e administrativ i partisë, PD-s, PS-s, PL-s, PSD-s, të mos jetë ndjeni? A ndodh kjo? A ka shanse që blerja e votës të bëhet në mënyrë masive, siç u bë në zona që ju referova këtyre rasteve që si mbani mend si emra? Dhe të mos ketë një bisedë të vetme, një takim apo një diçka ambientale që mund të përftojë si provë materiale nga organi hetues për ta identifikuar ore këta në kokën e vet i shpërndajnë këto lekët. Kokën e vet dalin dhe kërcënojnë dhe tregon si cuba rrugëve për të intimiduar votuesit. Kjo është blerja. Për sa i përket
vjedhës votave, u duk sikur procesi rinumërimit tregoi që sikur nuk janë vjedhur. Pretendimet e PD-s bien. Apo jo, nuk do më thënë të paktën për tek vjedhja flas. Ku ti që do më thënë çfarë kuptua nga procesi rinumërimit, po themi nga një panoramë e përgjithshme. Po je interesuar të them që procesi ishte totalisht në rregull, unë ta them biles ta firmos, të them që ishte shumë në rregull. Fare, s'është ky qëllimi. Qëllimi është ne nuk dim tek shitblerja. Po më fal pak. Tek intimidimi, më fal. A ishin grupet kriminale prezente në një formë krejt ndryshe, më moderne se vitet e tjera. Ka ndodhur ngjarje Andi. Edhe ç'a bën spaku domethënë. Do ta them pa qëllim, ka ndodhur shumë pak metra nga këtu ku po bisedojmë bashkë. Një ditë pas zgjedhjeve. Një ditë pas zgjedhjeve. Me 12, është një ngjarje publike. Që tek numërimi i votave qohet një nga këta cubat edhe ja kërcet drejtuesit komisionit. Që qëllon? Për një vot, po imja, jotja. I ke pa pamjet. Po. Dhe u ndruan komisioneret aty, u ndruan numëruesit. E se duhet dalte procesi i rinumërimit. Unë nuk di të flas për fushata elektorale, se jam i specializuar për diçka të tillë, por kundër thuret shkelja e ligjit me një proces demokratik të një vendi, që janë zgjedhjet. Dhe unë vetë personalisht, pavarësisht se më mburojnë një gazetari, jam djerë jo i sigurt në atë. Jo vetëm jo i sigurt nga persona që hidhin grushta ndaj njëri tjetrit. Po përse? Edhe ikin, po shqip më që ndonë. Ai bën spektakël atje, dhuron spektakël me grushta dhe ikën aty ka një 2 policë këdera dhe ikën. Ikën model jashtë, nuk e ndalon njëri. Po çka ke atë policin? Për të ruajtur kutit. Jo kutit. Ata punojnë së rendi. Dhe ikën ai. Vin pastaj bën show mas një 2 orësh. I kapin nga krahët këta, se bisedojnë atje ke kafja ndoshta më tutje. Se do ta bëjmë edhe këtë spektakl. Na di që kanë ndodhur sot me ata, kanë bërë ndaj përgjegjësi. Nëse duhet dalë tek procesi i rinumërimit. Këta komisionerë, këta njerëz, janë të njëjtët që po shkojnë procesin. Pastaj janë ca njerëz që ndrohen me njëri tjetrin dhe ndjekin procesin e votimit. Pastaj janë të njëjtët që numërojnë. Pastaj ndrohen, po janë të njëjtët, pavarësisht se ndrohen me orare. Në qartë. Që edhe i rinumërojnë, pastaj i rinumërojnë prapë. Unë nuk i besoj kësaj që këtë sistemi të ngritur në lloj forme, që hajde ti numërojmë, a u rinumëruan, a janë aty votat, çka keni? Asnjë deputet nuk ndroi, kështu që shkon ai, se me që jemi ke flamur Noka. Po. Numri 2 i partisë pretendente për të marrë pushtetin në Vorë. Dhe për cilët nga krimi i organizuar me ceremoni. Po proces votimi është ky. Edhe diku është rezultati. S'pak shpo bën, Fatima. E diku është rezultati i kësaj situate? Ku jemi? Është tek rezultati që mori PS-ja në Vorë. 40 hetime thot s'pak. Ka 40 hetime. Çfarë presim? Ja pra, po kush po heton? Po heton ata që ne si audi me emrat. Të gjithë nuk ua dinë këto 40? Unë nuk ja në gjithë ato emra që kam unë, dhe nuk kam pak nga persona që janë është regjistruar procedimi penal, nuk është ndonjë person që ka emër, që ta thuash një herë emrin edhe ti të mos e harrosh. Nuk jam mbaj mend. Janë persona që thjesht janë masha në duart e disa të tjerëve, që do të mbajnë natyrisht kusurët e një gjëje shumë të madhe që s'ka për të funksionuar ndonjëherë, s'kam ndonjë shpresë të madhe që të funksionojë. Funksionojë drejta votës kurse se çfarë bëhet me votën. Është edhe rasti mos gabon dhe babai i deputetës kandidatës për deputetet të PSD-s. Fusedorën ai urdhëro? Është edhe një hetim, cilin e përmbylli domethënë për SPAK, një ditë më parë që aty ku Fier u denoncua 500 euro vota. A u vërtetua? Edhe ku ka zës është pa gjë. Se ata njerëz që i nxirrin të zëra janë njerëz që janë gjithë ditën aty. Është si të më pyesësh mua çfarë thuhet në gjëra nga SPAK-u edhe mos e di. Tani
Ande nga SPAK-u çfarë thuhet Fatjon? A ka vdekur kjo strukturë për hetimin e krimeve zgjedhore, siç thot Noka? Për krimet zgjedhore unë e kam thënë para zgjedhjeve diku tjetër, edhe e kam thënë me bindje që do të ishte një strukturë që pavarësisht se dhe kam thënë tekstualisht, do të ishte një strukturë që nuk është keq, nuk i bën keq procesit, sepse vetëm fakti që edhe perceptimi që e kemi SPAK-un nëpër këmbë e shkakton atë impaktin e vet. Por vetëm kaq. Nuk thën kjo strukturë ta marrim në këtë lloj forma, a ndihmoi qeverinë, procesi i rinumërimit 1 dhe task forca e ngritur nga SPAK 2 a rikonfirmojnë një qeveri e cila ka fituar në mënyrë të ndershme, po them unë? Do thënë e pa kontestueshme nga ana ligjore e gjës. Pra, nuk u gjetën që janë vjedhur vota, rinumërohen. Sigurisht pati disa diferenca që janë hequr 200, 300 e kupton, por mandatet mbeten të njëjta dhe pa krim zgjedhor. Pra krim zgjedhor, domethënë, a ndihmoi qeverinë që të konsolidonte atë se çfarë kishte nisur? E marr në këtë kontekst gjëja. Shiko. SPAK në kundërshtimin e një pjesë të shoqërisë që nuk është e vogël, shihet si opozita, si një lloj opozite në Shqipëri. Një opozitë që nuk është në opozitë vetëm me pushtetin, por edhe me opozitën. Po. Edhe pra shifet, se besohet, edhe shihet si një lloj opozite. Ka njerëz që edhe artikulojnë që SPAK-u është opozita. Dhe po kanë të drejtë kur e thonë? Ku dëgjova? Dhe çfarë ndodh? Nëse SPAK-u arreston Erion Veliajin, 5 dët drejtorët e bashkisë, heton 5 bët. E di për ka kam llapin, për ministrën, për zëvendës kryeministrën. Pastaj ARSH-t, PPP-t, incineratorët, lëfter kokët. Dhe krijohet një bindje që ora ky SPAK-u po ja bën me vërtet opozitën e Ramës. Dhe çfarë ndodh në të vërtetë? Çfarë ndodh? Që ndodh? Domethënë Rama nga 70 e ca mandate, 4 mos gaboj, shkon në 83. 83, po. Edhe domethënë ose ky popull është çmendur, ose gjithë kjo që po shohim është spektakël. Unë konspiracion nuk bëj dot. Se një mendim konspirativ e kam në kokë, ose them. Domethënë ka dy rrugë, ose ky është një spektakël i madh, ose janë çmendur shqiptarët, nuk përjashtohet si mundësisë. Tash rikthehemi ke konspiracioni, çfarë po thon? Jo, mban mend atë periudhën e Covidit dhe këtyre gjërave. Jo, qartë, domethënë. Jo se janë çmendur se janë çmendur vetvetiu, po mund janë procese rrugutime. Mund ta kenë bërë gjë. Është rrugutim. Mund ta kenë marrë në sysh. Edhe kjo ndoshta, por në aspektin unë nuk jam unë me SPAK-un jam shumë miqësor, pavarësisht se në ndonjëherë korridoreve duke qenë kritik. Mund ta them kështu si në formë shakaje që dukem edhe paksa si armiqësor. Jam kritik, si jam armiqësor, por në aspektin e krimeve zgjedhore nuk ja shtrëngoj dorë. Domethënë bilës e kritikoj fuqishëm, po, patjetër. Dështuan. Po. Po çfarë më duhet mua nëse se ka e di ti që ka njerëz, ja harroj njërin nga Rrogozhina, mos gaboj. Shi eksponent një person i lakuar atje, u gjykua, u hetua, edhe është dënuar vetëm 2 javë para zgjedhjeve, bilës përgatita një kronikë dhe që u gjykua për zgjedhjet e 4 vite më parë. Dhe sot pas 4 vitesh ai dënohet me shërbim prove. Do të thotë që ky është rezultati. Ky është rezultati. Dhe nuk e di, ndoshta siç e thash, domethënë ne jemi treguar miqësor me SPAK-un her pas here, por nga ana tjetër nuk do ta lidhim procesin zgjedhor me SPAK. Jo, përkundër, shiko. Ne kemi konceptin janë institucionet edhe ndërkombëtare, OSBE Odiri me sa diun në ca raporte paraprake ka evidentuar këto shqetësime që unë i thash. Se unë nuk jam raportet e OSBE Odiri se unë pastaj Departamenti Amerikan i Shtetit pothuajse të njëjta. Departamenti Amerikan i Shtetit se më ndodhi shumë mirë me një bisedë me dikë për këtë raporti, reagimin e ambasadës amerikane për zgjedhjet,
Qurojnë popullin shqiptar për... Po, më tha, urojnë popull. A di si është kjo punë, tha? Është sikur ne dy të njihemi në rrugë dhe unë nuk dua të t'jap certifikim ty si njeri në marrëdhënien tonë, nuk dua të tashu. Ama se të takojnë rrugën përshëndes, them si je si kalove, po asgjë më tepër s'ka mes nesh. Edhe kjo ishte një Edhe kjo gjë. ishte një përshëndetje. Si kaluat edhe... Po jo, urojnë popullin shqiptar, populli është ai që zgjedh, dhe urime për zgjedhjen që bët. Nuk e di. Unë ta dhash përgjigjen time tash. E mora. Të fundur të përgjigjem. Po pëlqeu ty ta jap. Jo, nuk kam ndrysh. Nuk dua, por unë mendoj që ishte një përshëndetje që nuk ishte qëndrim për zgjedhjet. Ishte një përshëndetje si kaluat. Okej. Kështu është lexuar dhe është lexuar masivisht edhe në këtë lloj forme. Unë kam përshtypjen që do të ketë edhe raporti përfundimtar i OSB Odirit, edhe Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e kanë thënë fjalën e tyre për zgjedhjen e 11 majit. Dhe ti pra i pret ende? Po nuk është se pres ndaj gjë të jashtëzakonshme. Ata do se si kanë kursyer asnjëherë kritikat për zgjedhjet, ka 30 ca vjet. Nuk i kanë kursyer, por sa reflektohet, unë duke qenë se nuk besoj ke reflektimi, them çdo që thon ata nuk është ndaj punë e madhe. Në qartë. Mirë, ndoshta duket domethënë, thënë disa herë se unë kam trajtuar dhe ritrajtuar këtë çështje, por muri hap nga meqense foli Noka për çështjen e zgjedhjeve, thash diçka re, mund të na ketë dalë, Noka thirret aty, ky diçka di dhe tani të shpresojmë se janë disa procese në tim besoj. Domethënë, unë besoj se proceseve janë në tim kam përshtypjen, no? Unë besoj që Noka, përderisa ka qenë aty dhe nëse do ishte një çështje, pavarësisht se ai është në betim kur merret mbytyje një person nuk duhet të flas për. Por duke patur parasysh staturën e Nokës si karakter politik. Jo karakter politik, por staturën politike, pozicionin që ka. Është numri 2 partisë demokratike. Dhe interesi që do të kishte një çështje nëse do ishte e madhe, ai do ta nuhaste, do ta ditë për çfarë po pyetet. Edhe për kë. Dhe nëse po ja fus kotun, do ishte pyetur për një element dyshim që ka spaku për Edi Ramën, ky do ta bënte me qef një procedim penal do ta hante. Me qartë. A më kupton? Domethënë ky do të ishte shumë i lumtur ta thoshte dhe procedoi penalisht ç'lidhje ka, ama ta thoshte. E kuptoj. Pra nuk kam ndaj pritshmëri këtu. Domethënë ka qenë u ekspozua dhe Noka, bravo se dalin ca lajme edhe Noka i shkel dyert e spakut. Kjo ishte gjë. Kjo ishte gjë. Titulli pra po thua po u bë për titull. Okej. Mirë, shpresojmë me them vazhdimisht shpresojmë që spaku diçka të na prodhoj me task force-ën që ngritje. Ne ndalemi tek një tjetër çështje. Një media kolumbiane ka publikuar një investigim, është në bazë të edhe një raporti cilësor, në duke për sa i përket trafikut ndërkombëtar të drogës, i cili ka përfshirë disa kompani, regjia të lutem nëse mund të më listosh kompanitë pas meje, për të parë atëre foto tjetër. Kompanitë empresas albane, domethënë kompanitë shqiptare që janë implikuar në trafikun në Ekuador, në Ekuadori. Atëherë i bie Masabi Fruit në 2021, banane thot. Kemi Zikosha Bana King 2022-2023, Banane MC Food 2021, Alba Fresh 2023, Jordil Shah, Nuka Vit dhe Elkos Fat and Bes. Dhe nuk ka të përcaktuar vitin. Tani, ky është një raport shumë interesant, një investigim shumë interesant, i cili tregonte edhe disa nga personazhet, të lutem regjia foton tjetër, për ta parë se si shqiptarët, edhe disa nga figurat më të rëndësishme, për shembull këtu në rastin konkret përmendet Trifon Murata, i cili ka në pronësi proprietario domethënë pronari Ziko Shah dhe Bana King, më pas kemi dritar Recepin, i cili tashmë po përballet me drejtësinë shqiptare këtu në vendin ton. Kemi Adriatik Tresa, kam përshtypjen Adriatik Tresa është vrarë në 2000 në Ekuador, 2020 thotë aty në Guayaquil. Asesinato në Guayaquil në 2020. Si dhe dritan Gjikën, një nga personazhet i cili u përfol së fumi për tonelata kokainë që thot ky investigim. Më thënë shkon deri në 4 tonë në muaj. Trafikimi i dritan Gjikës. Tani, ç'kuptove në këtë investigim, Fation, si du duk ajo se çfarë kanë shkruar, duke qenë se përmante raporte shumë interesante? Sasia e fundit që kërkova para se të bija këtu, e drogës
kokainës kapur në portin e Durrësit ishte verën e vitit kaluar një sasi prej 7.2 kg mos gaboj kokainë. 7.2? Hëngrën ja 2 shoferë. A vetëm 2 shoferë të kapur? Shoferë, ku di unë i pritës. Janë shoferë kompanish kam përshtypjen, nga Ekuadori, po së shofer, njëri ishte shofer, tjetri ishte përfaqësues i një firme. Po në qoftë se këta 2 njerëz kanë mbetur të bëjnë trafikimin e lëndëve narkotike nga Ekuadori, Amerika Latine në Shqipëri, dhe më pas ta shpërndajnë gjithë Europën, që unë ngrej dur të lartë dhe them, nuk e di ç'a bën këtë vend, se dalë edhe unë bëj ai parë. Sepse po ç'a ndodh? Ata ne i kemi, shiko, rasti i troplinëve. Krijohet një hetim, e merr sipër pala italiane, vendos ndjeninë dhe strukturat shqiptare, bën një operacion i përbashkët. Pavarësisht pikpyetjeve që nuk e di nëse kemi objekt të diskutimit sot. Do ta kemi në pjesën e arrit një përfundim që shkatërrohet ajo, goditet. Dhe çfarë ndodh me këto raste të tjera? Gjitha këto personazhe këtu. Janë në skedarat e autoritetit të drejtësisë tuaj. Vetëm kur bën një hata të madhe, domethënë vrasin, therin, masakrojnë, zhdukin njerëz, janë prenga që ka Dritan Ergjepin, paktën sipas drejtësisë shqiptare, organizator të kësaj ngjarje, vetëm atëherë kujtohen se droga këtu duket sikur është kthyer në normalitet, përderisa ka 4 vite, 5, që në portin e Durrësit nuk ndodh asgjë. Pse? Pse? Ne funksionon aty, ka pasagjerë, lëvizin gjithkohës, lëvizin mallra, kaq. Drogë nuk është kapur. Shiko. Do të thënë tham që 7.2 e fundit, ë? Do shtrojmë disa pyetje. Që janë. Para disa ditësh ishte një subjekt shumë i lakuar nga ata që mundën ta lakojnë edhe mediatikisht, edhe ta përfshin edhe mediatikisht, një personazh i denoncuar shpesh si personi që luan fijet në ndeshëm, që e quajnë Ergys Agasi. Dhe Arben Ahmetaj, një person që nuk është, por edhe sikur të rraja e robi aty, të rrej gjithë ditën, nuk mund të thush një gjë që ai nuk di. Se ka qenë numri 2 i qeverisë. Shkonte për ditë, kishte zyrat ngjitur me kryeministin. Edhe thoshte që ky është koordinator i Edi Ramës me krimin. Tani unë kam disa pyetje. Kush e drejton portin e Durrësit? Cilat janë faktet publike që janë ekspozuar nga gazetarë, kolegë, ka një drejtor nga mbështypja. Edhe kolegë të mi, kurajoz, që kanë denoncuar prej kohësh se çfarë po ndodh në portin e Durrësit, se çfarë po ndodh me linjat e trafikut, se çfarë po ndodh me punësimet nepotike dhe të diktuara, ndikuara nga forca e krimit të organizuar dhe lidhjeve familjare. Supozojmë që kemi ngritur një strukturë verifikuese në portin e Durrësit dhe në portat hyrëse të lëndëve të forta narkotike në Shqipëri. Te kjo strukturë kemi vendosur anëtarët e fisit që e drejtojnë, që kontrollojnë. Ky kryetari i fisit tani ka disa lidhje. Regjia tjetër mbulim duhet. Ka disa lidhje me paktën të ekspozuara publikisht dhe denoncuara me drejtues e trafikut të lëndëve të forta narkotike. Dhe çfarë duhet presim ne që këta regjia ndroni mbulimin, ju lutem, nuk është ky mbulimi, është për tek çështja tjetër. Me çfarë duhet presim ne që këta familjarët, këta tutorët, këta që i kanë gjetur punë në robit dhe jo punës të Zotin, do të kontrollojnë dhe do të verifikojnë se çfarë hyn dhe çfarë del. Shiko, unë nuk pres që mafia shqiptare dhe grupet kriminale shqiptare dhe personazhet e botës krimit dhe me influencë në trafikun ndërkombëtar të drogës, që janë faktorizuar në gjithë Europën dhe deri në Amerikën Latine, ti kapim një ditë bukur dhe ti rrasim gjithë burge dhe ti dënojmë edhe merr fund krimi i organizuar. Unë jam shumë i vetëdijshëm që me goditjen e disa grupeve kriminale në Durrës filizat të rinj janë duke u ngritur. E mendon këtë? Patjetër, nuk e mendoj, është duke u parë. Shifet, edhe diku jepen sinjalet e para tek listat e deputetëve.
që do hyjnë disa kandidatëve për deputet, ndonjëri i shpallur edhe fitues, dhe të shkojmë të rrim thjesht me komunitetin atje në Durrës. Edhe t'i themi kush e mbështeti këtë, po parat. Çakullën si thashë theme, po të garantoj që ne jemi gazetarë dhe indicet i marrim për të bërë pyetje të tjera pasardhëse tek persona që kanë informacione më pas. Dhe ti pyes se kush i financon këta, kush i mbështet, si ka mundësi morën kaq vota. Ore kush i futi në listë një herë. Dhe kupton që aty është një zinxhir dhe as nuk kam ndonjë shpresë që do të goditën disa edhe mber fundin çdo gjë. Madje në variantin më të keq, nganjëherë goditjet krijohet dyshimi sikur bën pikërisht për të ndodhur kjo. Mjaft ju, të tjerë duhet të ngrihen. Të tjerë duhet të ngrihen. Tani më thuaj, raportet, për të mos shmangur pyetjen tënde, raportet që bëjnë agjencitë e huaja janë tepër koncize për disa elementë, për faktorë. Cilët janë për shembull? Nuk kanë interesa në Shqipëri, nuk janë të bleshme, nuk janë të shitshme. Nuk janë të bleshme? Jo. Agjencitë them serioze zbatimit ligjit. Okej, agjenci serioze zbatimit ligjit, po. Dhe po them për agjenci europiane, si Eurojust, Europol, agjencitë antimafia italiane, që kanë qenë konkrete dhe kanë qenë të vendosura në objeksionet e tyre për të ndëshkuar krimin e organizuar dhe trafikun ndërkombëtar të drogës. Thën kjo Fation. Ne bëjmë diskutim, do dua ta pyes. Logjika e do që a mundet të jenë ndërprer furnizimet me drogë në Shqipëri, apo thjesht kjo që ne diskutuam që dikush kontrollon portin dhe aty nuk lejon që kjo drogë të kapet, por të kaloj? Në cilat kushte jemi ne sot? Si e mendon? Unë për shembull kamion të Banaking shoh shpesh aty, sepse unë kam edhe zyrat aty pranë portit Durrësit, edhe gjithkohës kalojnë. Tani, a mundet? Domethënë, ideja automatikisht e lidh me faktin që dikur u kapën. Po marrim rastin e kësaj kompanie, siç ka qenë apo Alba Exotica, domethënë mos gabon, Alba Fruits, që ishte arbërçekajt. Po. Tani nëse i sheh këto kompani kur kalon aty, automatikisht i mund ta lidhësh me sesin tani. Është ndërprer mendon? Po unë konstatoj gjë. Që është? Vetëm nëse hidhet me parashuta dhe me satelitet Albanian 1 dhe Albanian 2, sepse në Shqipëri ka drogë. Ka. Po ka. Ti mjafton të bësh i telefonat në zonat e luksit të Tiranës, por jo vetëm. Blloke me gjër. Në rrethet shoqërore të njerëzve që janë frekuentues e përdorues të narkotikëve, funksionon zinxhiri i telefonatave njëra pas tjetrës, se që ka një skem të tyre, edhe vjen në rekord. Të vjen bashkë me picën, ose me sanduiqin, ose me kudion. E kam mëfluar në plot. Nga vjen kjo, domethënë zbret nga Albanian 1 dhe Albanian 2 përmes linjave dedikuara, unë mendoj që hyn nga portet, hyn nga aeroportet, ka hyrë edhe nga aeroportet. Janë kapur. Hyn nga pikat doganore, toksore. Hyn nga gjitha anët, por Shqipëria ditë them unë një gjë, se Shqipëria është treg i vogël, po vetë Shqipëria është e ngopur me lëndë narkotike të gjitha lloje, që në shumicën e rasteve nuk prodhohet këtu. Qartë, ne këtu ne kanabisi këtu, okay, prodhojmë, por këtu në rastet kur ka ndodhur përpunimi kanë qenë për motive shumica rasteve për jemi thyer tranzit jemi? Tranzit jemi, jo? Tranzit, mbetet që mbetet këtu tranzit. Një pjesë e vogël për konsumin në çfarë konsumon shqiptar. Inekzistente është kohët e fundit edhe linja me vendet asiatike ose Turqinë dhe vendet asiatike, që vjen një sasi e konsiderueshme lëndëve të forta narkotike, si për shembull sidomos heroina, dhe që ka patur goditje sporadike, për të mos thënë edhe fare. Tani ç'a ndodh? Unë shoh që edhe autoritetet e drejtësisë janë pozicionuar te këto elementi i provave përmes Skype, verifikimit, shumë ka ndodhur edhe me ndonjë bashkëpunëtor që kanë arritur ta bëjnë, por nuk e shoh atë hetimin që është jemi në field, është në terren. Po çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Se çudim më duket. Edhe pyetja, a mbanë në monitorim që është si njerëz zyrash? Këto firma të lutem dhe një regji e firmas. Ndodh edhe një gjë, sepse nuk ka harmoni midis prokurisë dhe policisë shtetit. Nuk ka harmoni në bashkëpunim? Ore, mund të ketë bashkëpunim, unë thash harmoni.
E mirë bashkëpunim, po s'pati harmoni që të lidhet. Bashkëpunimi është sa për të dukur. Këto firma, a mbanë në mbikëqyrje sot që flasim? Po nuk e di. Ose më sakt, a do duhet të mbanë me qënë se është bërë një hetim edhe i nxjerr? Jo, duke i paragjykuar. Jo duke i paragjykuar, por analizën e rrezikut do të ishin në analizë rrezikut, sigurisht që këto janë. Do ishin në vëzhgime, survejime, përmes rrugëve operative, se ka nevojë të vënë GPS-in apo spionin nga mbrapa. Po ka informacione që vinë rrugë operative, ka informacione që vinë përmes metodave të përgjimit, kur ke dyshime të arsyeshme. Ka 1000 mënyra që këta duhen mbajtur në vëzhgim. Edhe është e pamundur që ti mbash në vëzhgim, edhe të mos zbulosh diçka prej tyre është 2023 ndërpritës çdo gjë, domethënë i bie 2024, 2025 nuk ka pas gjë më. Domethënë 2023 është viti i fundit. 2-3 vende 2023. Po. Edhe biles nuk është firma që është kapur me atë sasinë 7 ca kilogram kokainë. Domethënë këto ishin ato fakte çfarë kanë nxjerrë këto në 2023. 2023. Pra ato që kanë nxjerrë ai investigimi. Po. Nuk është firma, pra është një tjetër që kush e di ku e ka çu ky. Ajo mund të jetë ka mbaruar si sasi, ka një tjetra. Domethënë, pra 2023 nuk është i viti i largët. Është tani një vit e gjysmë para 2 vitesh për të qenë korrekt. Ata e zbulojnë, e kanë gjurmëshmërinë, por kur fillon edhe hyn në ujërat tona, është duket. Kur godasim ne patjon? Kur i godasim këto linja të trafikut të drogës? Ka ndonjë moment që Shqipërisë intereson t'i godasin në një X moment të caktuar, apo kur grumbullohen fakte, apo indicie të mjaftueshme që ne mund të bëjmë goditje? Një miku im thotë që nganjëherë më duket sikur kjo mënyrë se si funksionon drejtësia nuk është të ndëshkosh shkelsin e ligjit, por është një dëm. Veprojnë jo për të zbatuar, por për të dëmtuar, e thot ai. Për të dëmtuar kë? Qytetarin e thjesht? Ato që nuk ka lidhje. Në fakt kjo lloj mënyre të thënit krijon perceptimin sikur kuptimi i kësaj fraze që citova do të thotë që vepron kur shfaqet një nesti angon. Që do thotë i ngel asi në duar. Edhe s'ka ç'bën. Edhe nuk ka ç'bën, do ta hetoj për shembull. Sot nuk është bërë nga autoritetet e zbatimit të ligjit për ta identifikuar, ndoshta për ta ditur për vete se është palishmëri nga një anë të ekspozosh një kallëzues, se vetëm pak më parë e tham që kallëzuesi. Të mbahet sa më i rezervuar dhe sa më i fshet, sepse në një farë mënyrë është bashkëpunëtor. Nuk ka mundësi të gjithë më flisë, që e përmendë se ç'është ta përmend, po nga që e përmendë morë si referencë pak më herët. Një nes janë goni që çudit botën, se kush është edhe nuk dihet se kush është, ama ai e fundosi sipas procedurës e thekson spaku tani. Ti jemi realist. Ai e fundosi kryetarin e bashkisë. Nëse janë shumë ndodh në shumicën e rasteve edhe me goditjen e fraksioneve, sepse ata nuk është se kanë godit drejtësia shqiptare në ndonjë grup të strukturuar kriminal, sikur se thotë, janë fraksione të grupeve të strukturuara kriminale. Dhe nuk është se kanë godit në një fraksion për shkak të këtyre hetimeve që thash unë, të njerëzve në terren, ulëmtimeve të thella, provimi përmes dëshmive, përmes provave të pakundërshtueshme. Pra, duket sikur veprojnë kur diçka ju vjen gati, ose nga antimafia, ose nga Eurojusti, Europoli, agjenci tjera partnere që kanë qenë deri në Finland kohët e fundit, një operacion që u bë, apo Gjermania, apo Belgjika. Vende të tjera europiane. Dhe vinë, pra, janë në një farë mënyrë nesti angona këta, që përmenda. Që i sjellin ato gjërat edhe i ke, nuk ke nga shkon. Edhe këtu kthehemi tek ajo që ndoshta ka një perceptim të jepat përshtypjen që është një perceptim i gabuar, që kjo lloj drejtësie më duket sikur bën dëm edhe nuk çullos gjë. Të gjitha, domethënë në 6 janë 5 janë kompani të cilat merren me banane. Në këtë kushte jemi. Merren me banane, zyrtarisht. Banane dhe banane përsipër, e kupton? Janë. Po ku shkojnë me gjithë këto banane? Po shtu ti drejtor konsumi brendshëm? Në Shqipëri? Në Shqipëri.
Se mund bën përshtypje se nuk shoh këto bananat aty, po ndoshta nga që është bën shpejt, se nuk i sheh për shembull ndryshe nga që domatet, kastravecat, që hidhen nëpër e ke para ato fermerët nga Lushnja sidomos. Që i hedhin nëpër lumenj, nëpër kështu. Ata kanë sasi prodhimi, kurse këta kanë përshtypjen këta e dinë se sa do duhet importuar. Ndoshta ne ja fusim edhe kot kush kanë gjithë këto banane. Po pse si shohim, këto konsumohen, kërkohen. Kështu që se s'po i shohim duke i hedhur. Kështu që me pak ironi thënë që ndoshta nuk do duhet t'i marrim për sa kohë. Megjithatë, Spaku i ka janë të shëndetshme. Po patjetër, Spaku tashmë i ka raportet, një investigim i mirë është bërë, kështu që edhe një sy do duhet mbajtur edhe nga frutat egzotike që na vinë nga jashtë, sepse siç rezultojnë mund të jenë linja të forta të transportit të drograve të forta të natyrës siç është kokaina që vjen nga Amerika Latine, kalojnë në Shqipëri dhe një pjesë sigurisht e vogël mbetëtuese, pjesa tjetër do duhet të kalojnë nëpër vende të tjera. Dhe një gjë interesante Fation që harrova ta përmendja ishte fakti që një pjesë e këtyre kompanive ndërpren aktivitetin le themi importeve me Shqipërinë dhe e kaluan nëpërmjet Greqisë. Po. Kjo është gjëra që më bëri domethënë përshtypje. Sepse ne diskutuam që nuk është kapur, por mos ndoshta nuk është kapur dhe pikërisht për këtë fakt droga, meqense këta ndruan destinacion? Ja, nuk e mendoj. Nuk e po ne duhet bim dakord në diçka, vjen droga në Shqipëri vetëm përmes bananeve? Jo, mora, asim që se ishin përmes këto. lavatriçeve? Me plekimik erdhi në Fier. Me lëkurgjedhje erdhi në Rinas. Kjo është një strategji ndoshta e devijimit të rrugës bananeve drejt porteve të Greqisë. Po aludoj tash unë po ngrej pyetje sepse ai është një investigim që tregon që është ndryshuar deri diku itinerari, por nuk sqaron në mënyrë përfundimtare se po mirë, duke qenë se është ndryshuar itinerari mes këtyre bananeve, qarkullon drogë, dhe cilat janë bilancet. Pra kjo mund të jetë një mënyrë për të thënë që edhe grupeve kriminale që është strategji, është një lojë shahu. Është një lojë shahu për të shmangur vëmendjen, për të shmangur, për të çakurduar, sepse në shumicën e rasteve, ku ka dyshime, autoritetet e huaja vendosin grupe të vëzhgimi, vendosin pajisje, monitorimi, vëzhgimi, në disa raste edhe kamera përveç GPS-eve. Me qartë. E kupton? Dhe kjo është një formë e orientuar për të orientuar hetime, për t'i futur në sepse çfarë ndodh? Që të krijosh një skuadër që të ketë informacion, po them kot, Belgjika, që në filan anije, në filan kontenjer, ka dyshime që ka filan ngarkesë kokaine, që të vënë ditë një autoritetet shqiptare duhet një kohë respektive për të krijuar një grup përbashkët pune, grupin e përbashkët, pastaj për të bërë monitorimin e tjerë. Dhe këto devijimet, mendoj unë, janë mekanizma, janë si ai piloti që ngren avionin në ajër, edhe ka të shënuar itinerarin, del nga radari dhe mbaron punë kthehet prapë në radar. Me qartë. Në rastin më të mirë kur nuk rrëzohet atje në gjatër. Me qartë. Na ktheve disa vite mbrapa me këtë. Mirë, ne do ndalemi tek një tjetër çështje. Dhe bëhet fjalë për sekuestrimet që janë bërë nga SPAK ditën e sotme. Dhe SPAK zyrtarisht ka sekuestruar pasuritë të cilat shkojnë në vlerën e 12 milion eurove, sipas asaj se çfarë ka thënë dhe zyrtarisht thuhet. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar me vendimin numër 36 të datës 20 maj 2025 vendosi sekuestrimin e disa pasurive të lidhura me personat në hetim të përfshirë në një veprimtari kriminale. Ky vendim është ekzekutuar më 21 maj 2025. Dhe pas kësaj thotë prokuroria e posaçme vijoi hetimet intensive dhe zbuloi dhe pasuritë të tjera të lidhura me subjektet në hetim. Përmes vendimit të numër 39 datës 20 qershor 2025, gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe vendosi sekuestrimin e tyre. Vendimi u zbatua nga hetuesit financiar të prokurorisë së posaçme dhe drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit më datë 27 qershor 2025. Këto pasuri janë marrë në administrimin e agjensisë për pasuritë e sekuestruara dhe konfiskuara pranë Ministrisë së Brendshme. Dhe e thekson. Do të kemi dhe pamjet kanë përshtypjen. Përgjithësisht çfarë u sekuestrua në këtë histori, Fation? Çfarë? Janë 30 milionë euro pasuri? Prona të gjitha,
Janë prona, janë objekte shërbimi, janë objekte hotelërie, janë objekte garazhe, bodrume, automjetes kishte, por që kapi një vlerë prej 12 milionë euro. Kjo është përretimin i cili u bën ndaj, le të themi, domethënë SPAK me prokurorinë e Barit dhe antimafian italiane. Që u godit operacioni i koduar operacioni i koduar Ura. Kjo është ajo çfarë? Tani çfarë ndodh? Është një veprim i mirë, sepse ndodh uroj të jetë i saktë SPAK-u dhe në shkuptimi i saktë, domethënë. Mu duk shumë interesante kjo fotoja. Nga personat? Po. Sepse një pjesë i kanë marrë dhe në rrjetet sociale. Një foto është rrjeteve sociale që është marrë nga rrjetet sociale një foto. Janë foto të ndara nga prokuroria e posaçme. Janë foto të ndara nga prokuroria e posaçme dhe njëra prej fotove. Janë marrë nga rrjetet sociale. Janë marrë nga rrjetet sociale. Domethënë, kjo foto këtu biles është marrë, kjo foto është marrë në Instagram. Po. Domethënë kështu që dhe personat ja ta verifikojmë nëse është ndarë kjo foto, se mu duk shumë interesante. Me personat, me personat që ishin... Nuk e di, ndoshta personat s'do duhet të dilin foto. Nuk është e SPAK-ut, po mu duk interesante se qarkulloj sot. Kjo janë nga SPAK-u kanë ardhur këto. Këto janë foto gjitha SPAK-ut. Jo, fotoja e djemve që pinë kafe. Fotoja e djemve që pinë kafe është foto e SPAK-ut. Vetëm thjesht është afruar aty. Thjesht është afruar dhe duket që është foto e SPAK-ut ajo. Pra gjitha kanë ardhur nga SPAK-u. Ja, kjo është po. I kanë ardhur nga SPAK-u. Shumë foto e bukur. Se di pse kanë nxjerrë ashtu. Terezi, s'ka gjë, domethënë s'ka gjë. Nuk e di, nëse na njëri ka ndonjë pretendim aty. Ta nuk besoj që nuk janë gjendët e BK-s. Është? Jo, s'besoj. Po më duket një foto që përcakton shumë qartë ato çfarë ndodh. Sa në Terezi e kanë ata djem të rinj aty që shijojnë ato pjetë freskuese në një resort që për kafet jemi në një feminisi. Nuk e them rastësisht këtë. Kush e di se në sa kafe ulemi në ditët edhe unë dhe ti. Ky është për shumë ka qenë një lokal që nuk kam frekuentuar shpesh. Ky është markezi për shumë. Edhe restorante që jemi ulur apo ulemi dhe që janë subjekte të drejtësisë. Edhe ajo foto është faq një kështu, sepse hyra pashta ka ajo faqja e këtij rezortit dhe kishte hedhur një story vetëm 10 minuta pasi SPAK ndau njoftimin dhe mu duk një karshillok. Gjithsesi, është lajm i mirë. Tani këtu janë në pronësi të janë 10 pasuri janë të Elvis Doçit. Okej. Njohur si Visi Pojës, nipi i Pojës. Disa tjera janë një 8, mos gaboj, janë pasuri të lidhura me subjektin e procedimit penal Ervin Zeqiri. Janë të ndara me një të dytën në 2 pjesë. 8, pra janë të Majestic Construction SHPK, pronar ose më saktë lidhje penale me procedimin pasuror është shtetasi Eugene Drazhi, që ka masë sigurie. Okej. Figuron, dhe më bën përshtypje diçka kur e vëzhgoj ke të dhënat zyrtare që janë deklaruar për këtë kompaninë Majestic Construction, që brenda një harku jo shumë gjatë kohor, 8-9 herë, i kishte vajtur për mbarimi aty me vendime gjyqësore, për shkak mos shlyrës taksave dhe këtyre detyrimeve dhe sajnë ekzistente janë sidomos autoritetet vendore. Të bëj një pyetje këtu. Shumë inekzistente. Tani këto janë pasuri me vlerë shumë të madhe. Domethënë, për të gjithave këta njerëzit, shikoj çfarë thotë, domethënë në fund të gjithë njoftimit se do ta themi për audiencën, do ta sqarojmë që çdo person prezumohet i pafajshëm derisa nuk vërtetohet fajësia e tij me vendim gjyqësor të formës së prerë. Pra dhe në rastin konkret, Elvis Doçi apo kushdo tjetër, deri në këtë moment rezultojnë të jenë të pafajshëm, prezumohen pafajshëm, sepse nuk ka një vendim dënimi kushdo, domethënë që është në një proces hetimor, derisa gjykata të godas me çekiçin pas me edhe thotë ti je i dënuar. Pra me këtë çekiç thotë ti dënohesh aq edhe kaq. Ktu je i fajshëm në këtë histori. Tani ajo çfarë kisha për të thënë, që mos të devijoj nga pyetja. A ka sot dikush fuqi nga qytetarët apo
nuk e di se si do administrohen këto. Domethënë, çfarë do ndodh me këto pronë përpara se të kaloj tek pyetja tjetër, të bëj pyetje konkrete. Çfarë ndodh me këtu? Këto merren dhe sekuestrohen. Tani janë 12 milionë euro. Tani kush do t'i marrë menaxhim këto tani? Do të na ndajnë gjithë ne, do bëjmë rahat. Do ta jap përgjigjen për këtë. Po si të them diçka se the janë shumë para, janë shumë 12 milionë euro. Shumë po flasim për njerëz që po drejtojnë. Pak më herë tham që ti nuk e the, po tha shumë që në Durrës përcaktojnë njerëzit duken tek mënyra se si veprojnë dhe ecin në jetë, dhe përcaktojnë kandidat për deputet. Po kujton që kompania Eldemar është kompania në emër të? Ka marrë një leje për hotel me 5 yje nga KKRT-ja si është kjo. Po, Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit. Firmën e kryeministrit Edi Rama. Është një kompani e lidhur Eldemar Construction për ndërtimin e një hoteli 10 kate me papafingo, me 3 kate shërbimi në tokë në qytetin e Durrësit. Leja është dhënë nga Këshilli Kombëtar i Territorit drejtuar nga Rama në 2 prill 2024 me 5 yje. Okej. Dhe është një pasuri e lidhur me personazhet që po flasim. Dhe që nuk është vënë në sekuestër. Sa mund të shkojë vlera e këtij pallatit 10 katësh me 5 yje në një zonë elitare? Apo thuaj që barazohet me vlerën e kësaj që është sekuestruar. Këto nuk janë asgjë përballë. Por a e provon dot Spaku që kjo pasuria është Kjo shalli atë. Por Spaku provon një gjë tjetër, nuk e provon, mund ta ketë ligjshëm. Por provon diçka tjetër. Nëse është dhënë në mënyrë të rregullt kjo leje, cilat janë procedura standarde që janë plotësuar, pse kanë kaq lirshmëri disa subjekte dhe persona të jetës së biznesit të marrin leje në Shqipëri, ndërkohë që për të bërë një shtëpi atje në Katun dhe për të bërë një shtesë të vogël do të kalosh 1000 hallka dhe po si futen ai dorë në xhep në një zyrtari nga ato lokale që dalin dhe kërcënojnë se mendojnë se kanë gjithçka, nuk e bën dot. Si ka mundësi? Të ndërtosh parajsa të tilla dhe e bën këtë kollaj. Nuk janë nga këta që dalin Ju jam shumë dakord, shiko, të fortët do prevalojnë këtu në Shqipëri mbi qytetarin e thjeshtë. Po kjo nuk është një fjalë goje. Kjo domethënë kjo nuk është fjalë goje, mënyra se si po e them unë, por ky është një realitet. Tani ajo çfarë bëri Spaku sot, unë uroj ta çoj deri në fund, uroj që të qenë saktë, ta çoj deri në fund për shkak. Saktë. Që këto janë me një veprim, domethënë janë ndërtuar mbi bazën e veprimtarisë kriminale. Se shiko, na vendos në situatë vështirë kjo që uroj që të mbeten të sekuestruara. Se unë do doja që të mos kishte pasuri që sekuestrohen. Është qartë. Por përderisa Spaku ka marrë një vendim të tillë, uroj ta çoj deri në fund. Tani çfarë ndodh? Këto ta provoj që janë vendosur nga trafiku. Shkojnë tek drejtoria e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, që është një sektor në varësi të Ministrisë së Brendshme. Ftoj të hapësh njoftimin e prokurisë së posaçme dhe po hapur e kam domethënë. Një fjalë interesante që këto thotë janë marrë në administrimin e Agjencisë për administrimin e pasurive të sekuestruara, konfiskuara pranë Ministrisë së Brendshme. Çfarë do thotë kjo? Ndodhi shpesh gjatë kësaj bisede që them rikthehemi tek ajo që thash. Nën rreshta ka mesazhe. Kush është mesazhi këtu? Ndodh shpesh që ta thot Spaku kur sekuestron një pasuri që këto janë i kanë kaluar kësaj drejtorisë pronave të konfiskuara dhe sekuestruara, që është në varësi ku ishte fjalia? Ministri i Brendshme, është fjalia te paragrafi 3, fjalia e fundit. Okej. Aty e në varësi të Ministrisë së Brendshme, e thekson. Pra këtu hap një tjetër diskutim mbi atë që tham në fillim që nuk ka harmoni. Ti the ka bashkëpunim apo s'ka? Por bashkëpunim mund të ketë. S'ka harmoni ndërinstitucionale. Ndaj është kaq kakofoni me drejtësinë në Shqipëri. Po thuaj që Spaku në këtë histori u zhvesh nga përgjegjësia, personazhe me rekorde kriminale që trafikojnë lëndë dhe substanca tepër të forta narkotike, kanë urdhëruar vrasje dhe atentate në shumë vende të Evropës, kanë pushtuar rrugë të tëra të kryeqytetit me ndërtime vila, resorte dhe prona të paluajshme,
përmes tyre dhe veglave të tyre familjare, shoqërore për t'i fshehur dhe qarkullojnë në Tiranë, në Elbasan, në Durrës, e mbar Shqipërinë edhe nuk ju hyn ferr në këmbë. Janë njerëz që kërkohen për vrasje, për krim të organizatave kriminale të mirëfillt. Dhe që qarkullojnë të lirë. Dhe tani çfarë ndodh? Po çfarë bën kjo policia? Vendos gjoba? Çfarë bën policia? Kundër tabelës. Nuk ka struktura hetimore, kthemi tek ajo që tham, nuk sheh grupe hetimi në terren që të vëzhgojnë të jetë një grup policor. Prokuroria rrethave inekzistente, merren me kështu aksidente, alkool në timon. Edhe dhun familje e ndaj parcel hashashi me 150 rronjë si ishin ca që ishin kap edhe sot. Dhe ka pa tjetërin duke ditë që ku e ka t'i vërë pra nga qoja atje ke shokët. Tani thënë kjo që ti the. S'pak u zhvesh ka përgjegjësia në këtë histori. Dhe në këtë kontekst, çfarë ndodh? Ndodh që nuk ka harmoni. Nuk e do që deklaratën e zotit Proda me Dumanin edhe me prokurorët e huaj për operacion Ura. Zoti Proda u pyet nga një nga kolegët për mundësinë e dekonspirimit. Tha se jeni të prirur tha për ti ekspozuar këto si e keni në kuptimin që e keni mësuar këtë, e keni bërë të udhës që dekonspirim tha. Po unë ditë ju them tha se jemi njoftuar ne si polici tha vetëm një ditë përpara. Domethënë në një situatë zakonshme, përballë një opinioni publik, një deklaratë e tillë thotë që policia distancon veten nga mundësia nëse ka pasur dekonspirim. Po nga ana tjetër, pse thonë se marrim këtë si një sinjal për të thënë atij troplinit që nuk ta bëra unë, e bëri SPAK. Unë dje mora vesh. Pra në këtë kontekst, në këtë pozicion janë marrëdhëniet midis organit hetues dhe policisë shtetit. Tani, në kundërshtimin tim policia është inekzistente në hetimin, gjurmimin, kapjen e personave të shpallur në kërkim. E di ti që edhe njëra që kapën në Dibër sot e kishin bërë arrestimin në Dibër. Një qytet në Dibër që po dolën shëtitore, domethënë s'ka shanse që të ku t'i ikësh? Ku do ikësh, të njohin gjithë. Dhe edhe një arrestim me qëllim ekstradim në Itali për një vepër të rëndom, trafik droge kishte thaj, që rrezikonte 4 vite burg, i kishin dhënë indicje të partnerët thoshte ndërkombëtar në koordinim me informacionin që na erdhi nga ne kap në Dibër. Okej, mirë, do të thotë që ka bashkëpunim edhe me jashtë. Po të rrodh bashkëpunimi, po unë po them për këto. Tani më thuaj, SPAK u zhvesh nga përgjegjësia me këtë që bëri, duke thënë që kjo agjenci është në varësi të Ministrisë së Brendshme tash. Ne vajtemi sekuestruam mënyra se si do menaxhohen dhe si do bëhen këto prona dhe jo vetëm këto prona, kush do pronë tjetër që do sekuestrohet. Aktualisht në bazë të rregullit të ligjit shqiptar me sekuestrimin e sotshëm dhe me vendim gjykate, ky vendim i gjykatës duhet merret i quhet agjencisë sekuestrimit pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, të vendoset një administrator, edhe administratori është përgjegjës për sigurimet shoqërore, për bilancet ekonomike, financiare, për veprime apo mos veprime të këtyre bizneseve, do të ketë një administrator shteti. Ajo çfarë unë di, nga ky ligj, di që administratori i caktuar nga agjencia për këto prona, do duhet të jetë dikush që e merr këtë aktivitet dhe e vendos e mban në punë, e zhvillon si biznes, edhe më tej për interes të shtetit. Pra, këtu do shkosh prapë pish kafe ti. Patjetër, këto po them. Pra shkon administratori atje. Por pronari përkohshëm, derisa të nëse nuk ka vendim konfiskimi është shteti. Është shteti, madje ai paguan punonjësit. Harton politika, mund bëj edhe plane investimi, jo për të ndryshuar struktura apo diçka, po mekanizmi se si punohet. Zakonisht në këtë rast shteti ka qenë interesuar të falimentojë dhe vetë asaj rruge po shkon me një televizion. Përse? Po nuk e di cili është interesi i shtetit. Ndoshta që për të falimentuar televizionin hapi debat të madh, por në çon debat tjetër, por për këtë biznes nuk e di. Se po kushtet e krijuara për funksionimin e stafit mediatik janë të tilla që siç thash. Pra, zakonisht ka rezultuar që shteti në mos ka qenë i interesuar për t'i dërguar drejt kësaj rruge, nuk ka qenë i interesuar për t'i parë si pasuri që i takojnë qytetarëve. Megjithatë, këto pasuri nuk janë të qytetarëve, nuk janë as të shtetit. Janë administrim. Nga shteti. Në kohën që konfiskohen, pra kërkesa e konfiskimit kur bëhet? Hiqet pronësia e personave që e kanë dhe në cilin moment? Kur ka vendim të formës prerë? Vendim të formës prerë. Atëherë mund të bëj kërkesën për konfiskim? Patjetër. Drejtohet
Shiko, SPAK-u mund të kryejë veprime shumë të nxitshme, të ngutshme hetimore, sepse për një muaj i identifikoi këto. Regjistroi në mesin e majit ka regjistruar posetim pasuror të këtij viti dhe në krye të një muaji ka arritur në konkluzionin që këto pasuri mund të jenë përftuar, mund të jenë vendosur nga aktivitete kriminale dhe kryesisht i lëndëve narkotike. Dhe në fund të një muaji arrin në përfundim që të drejtohet gjykatës me një dosje që ka të gjitha elementet që ka krijuar bindjen që kanë ardhur nga trafikimi i lëndëve narkotike dhe gjykata të miratoi masën përkatëse të sekuestros preventive. Kjo masë i dërgohet drejtorisë pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, qëndron në administrim ka një administrator shteti si rregull, nuk e di se kush do të jetë ai administrator. A mund të kenë ndikim përsëri persona të cilët po ne po themi ata kanë zgjedhur deputet dhe këta që kanë zgjedhur deputet dhe që kanë shtetin sot do të qenë administrator. E njëjta gjë është. Po sillet aty shkon. Nuk na ndihmon gjë thua kjo histori. Ne s'marrim gjë. Jo, ne jemi okay me misionin që kemi. Shiko, misionin si gazetar jemi shumë okay. SPAK-u ka ngritur disa herë shqetësim edhe për këtë e përgëzoj. Që? Ja, thash edhe një fjalë të mirë, që e kemi shumë shqetësim, e kanë thënë në takime formale dhe informale, e kemi shumë shqetësim që çfarë ndodh me pasuritë e sekuestruara apo të konfiskuara, aty është interesi më i madh. Çfarë ndodh me pasuritë e konfiskuara? Dhe kanë hedhur disa herë propozime që t'i ofrojmë si qendra pritëse, qendra shkollimi, qendra për institucione shtetërore si gjykata, prokurori, spitale, qendra shëndetësore. Nuk ka marrë një rrugë zgjidhje, sepse s'janë të interesuar. Sepse të ishin të interesuar i kthenin këto në benefite për qytetarët shqiptar. Dhe nuk do i kishim kaq shtrenjta çmimet e apartamenteve, edhe kostot e shkollave dhe pagat e ulta nëse haka shkon tek i Zoti. Por sepse janë të interesuar, sepse një makinë kur sekuestrohet dhe më pas konfiskohet, deri dje ka ndodhur që kjo makinë ta blejë pronari përmes një të treti. Tani ka dalë diçka që unë lexova, nuk e di tani është për ligj apo jo, që nuk s'ka shanse të rikthehet. Si rregull po. Është vendosur dhe ka qenë një nga kërkesat këmbgulëse të prokurorisë posaçme në komisionet e ligjeve dhe në raportet që kanë mbajtur përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë në Kuvendin e Shqipërisë, në komisionet parlamentare që kanë diskutuar për kompetencat e prokurorisë së posaçme, që kanë insistuar, ja u them me bindje këtë, SPAK-u ka insistuar dhe ka bërë shumë mirë dhe shpresoj të vazhdojë insistimin që të jetë në një farë mënyrë edhe pse si takon me kompetencë të plot, pasi është agjencia e pronave të konfiskuara dhe sekuestruara, të insistoj që ky problem të marrë një zgjidhje. Pasuritë që marrin formë të prerë që janë vendosur nga krimi dhe korrupsioni të mos përfundojnë më në duart e atyre që i kanë pasur. Fytyra, jo vetëm atyre që i kanë pasur, por edhe fytyrave të ngjashme me ata. E qartë. Që kanë mundësi për t'i blerë, po dhe parat atyre dyshohet nga aktiviteti kriminal.